Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Po trajtojmë së bashku pikërisht çështjen e suksesit dhe faktit se si suksesi tani më fal punës së palodhur të shkencëtarëve dhe dietarëve është ndëruar në një industri më vete që ka ligjet dhe ka ato nenet, ato rrugët dhe udhëzimet përkatëse që të ndihmojnë për ta arritur atë. Jo pa qëllim kemi zgjedhur që në çdo ligjërat ta fillojmë me frazën e cila thotë se tek çdo njeri gjenden komponentët e suksesit dhe aftësia për të qenë i suksesshëm. E pra, kjo është një e vërtet e pamohueshme. Kemi folur deri më tani, dëgjues i nderuar, pikërisht në lidhje me çështje shumë të rëndësishme që na mundsojnë ne që të dalim të suksesshëm në betejën e suksesit. Kemi folur lidhur me 4 armët e domosdoshme me të cilat duhet pajisemi, apo thënë ndryshe 4 sekretet e domosdoshme që na mundsojnë ne që të arrijmë të triumfojmë në betejën e suksesit. Kemi folur gjithashtu edhe për përgatitjen elitare dhe fazat e kësaj përgatitje. Kemi folur gjithashtu edhe për përgatitjen për startim dhe jemi së bashku në trajtesën e dokumentave të cilat na duhen që t'i posedojmë domosdoshmërisht për të ngjitur drejt altareve, drejt hapësirave të kaltra të suksesit. E pra në mënyrë shumë të shkurtër, kemi trajtuar deri më tani se si njeriu është krijesa më e përsosur, i cili posedon superkapitalin, mendjen, arsyeën, logjikën. Kemi trajtuar se cili është starti dhe dinamoja drejt suksesit. Kemi trajtuar pse është quajtur suksesi industri. Gjithashtu, kemi trajtuar se cilët janë llojet e suksesit, se cili është kushti për të qenë i suksesshëm, se si arrihet tek njohja e unit, cili është zëri i së vërtetës që të udhëzon të jesh vetvetja, cila është betejë më me vlerë, cilat janë armët e domosdoshme të qëndresësh në betejën për sukses, cila është pyetja që deshifron kënaqësinë e brendshme dhe suksesin. Kemi folur për sekretin e parë, armën e parë në betejën për sukses, atë të kënaqësisë së brendshme. Kemi trajtuar se si argumentohet fakti se kënaqësia e brendshme sfidon edhe luksin material. Kemi trajtuar se cili është shkaku i depresionit të thellë atje ku materia apo materialja dominon shpirtëroren. Kemi trajtuar gjithashtu se ku gjenden përgjigjet bindëse për njohjen e unit dhe cili është sekreti i kënaqësisë së brendshme dhe suksesit. Kemi trajtuar gjithashtu se cili është parimi i jetës aktive dhe kreative të njerëzve të lumtur dhe të suksesshëm. Kemi trajtuar dhe sekretin e dytë të betejës për sukses, atë të harmonisë shoqërore. Kemi trajtuar se si realizohet harmonia shoqërore, se cilët janë rolet kryesore të njerëzit në shoqëri, se cili nga rolet shoqëror është më primari, se cili nga rolet brenda familjes është më primari dhe se si mund të përmbushet ai. Kemi trajtuar gjithashtu në kuadrin e harmonisë shoqërore se cilët janë 5 elementet e potencialit human që mundsojnë realizimin e harmonisë shoqërore. Kemi trajtuar se ç'është dashuria pa kushte, ç'në kuptohet me nxitje e brendshme. Kemi trajtuar gjithashtu se cilët janë elementet kyç të prekjes humane dhe kemi bërë apel të shohim se sa i gjejmë këto elemente tek vetvetja jonë dhe se si ato mund t'i përmirësojmë. Kemi trajtuar në kuadrin e harmonisë shoqërore gjithashtu se ku identifikohet pozitiviteti i prekjes tënde humane. Kemi trajtuar Golden Rule apo rregullin e Florind të harmonisë shoqërore. Kemi trajtuar gjithashtu se si mund t'i zgjojë njeriu potencialet e tij të brendshme. Më pas kemi vijuar me armën e tretë e cila na mundson të triumfojmë në betejën e suksesit, që është arritja e prekshme. Kemi trajtuar se si fillon rruga drejt arritjes, drejt konkretizimit, drejt fakteve, drejt përmbushjeve dhe realizimeve të gjërave konkrete. Kemi trajtuar se kur thuhet se njeriu përbën vlerë në tokë. Kemi trajtuar se çdo të thotë japësh vlerë tokës, se ç'është strategjia e yjeve, cilët janë 4 dimensionet e strategjisë së yjeve. Se ç'në kupton dimensioni i parë, ai mbicjes së shoqëruar me shpresë dritdhënëse. Se që nuk kupton dimensioni i dytë ai i ndërrimit dhe përfytyrimit të ardhmërisë, se cilët janë hapat e kalimit nga fantazia tek realiteti. Kemi trajtuar se që nuk kupton dimensioni i tretë, ai i segmentimit të ambicjes, të synimit, duke mbajtur syrin tek e ardhmja. Kemi trajtuar se që nuk kupton dimensioni i katërt, ai i zhvillimit të vetvetes. Kemi trajtuar gjithashtu armën e 4 të fuqishme, e cila na mundson dhe vetëm ajo na mundson që të kemi sukses me 3 armët e mëparshme në betejën tonë drejt suksesit, dhe kemi thënë se kjo armë apo ky sekret i 4 është pikërisht suksesi në biznesin e amshimit, në fitimin e përjetësisë në parajsën e begat. Kemi treguar në këtë kuadër se cila është kupola e progresit dhe altari i pozitës. Kemi trajtuar se si reflekton njeriu se cila përgatitje do t'i bëjë dobi pa limit. Cilat janë ato gjëra që e plagështojnë
falen dhe rëndojnë njeriu të arrijë suksesin pa limitë të amshimit. Kemi trajtuar se ku bazohet përgatitja e vërtet për amshim. Kemi trajtuar më tej në vijimësi për çështjen e industrisë së suksesit, përgatitjen elitare, apo thënë ndryshe përgatitjen për të qenë për njerëzve të elitës shoqërore. Dhe kemi trajtuar pikërisht periudhat e kësaj përgatitje. Kemi trajtuar pikë së pare se çfarë presupozon përgatitja elitare, se cili është realiteti i munguar tek njerëzit lidhur me arritjen e suksesit, se cilat janë 4 periudhat e pjekjes dhe zhvillimit të individit, se çfarë presupozon periudha T, çfarë tregojnë studimet lidhur me këtë periudhë dhe ndikimin e saj tek njeriu, cila është periudha e dytë dhe çfarë presupozon ajo, cili është atributi më i mirë i trajtimit të njeriut në periudhën unë, për çfarë duhet të shërbejë periudha unë. Kemi trajtuar gjithashtu në kuadrin e periudhave të përgatitjes elitare se ç'rreziku rreziku kanoset atyre që i përgjigjen me çdo çmim egos së tyre përmes ngopjes së ambicieve të veta, qoftë edhe në dëm të tjerëve, duke ndërtuar relata si përfaqësore dhe të shtirura. Kemi trajtuar gjithashtu se cila është periudha e tretë e përgatitjes elitare dhe çfarë presupozon ajo. Kemi treguar se cila është motoja e kësaj periudhe të tretë, pra periudhës ne. Kemi trajtuar se ç'nën kupton mirazhi i bashkëpunimit në periudhën ne. Kemi trajtuar se prej ku gurgullon më së shumti burimi i suksesit, lumturisë dhe dhimbjes son. Kemi trajtuar se cili është slogani i përhumbur njerëzve të suksesshëm, se kur arrihet pjekuria dhe maturia e vërtetë e njeriut, se cili është treguesi i papjekurisë së njeriut. Kemi dhënë shembull të bashkëpunimit nga revelata hynore islame, nga Kurani famullar dhe nga tradita profetike e profetit Muhammed, paqja dhe lavdrimi i Allahut qofshin mbi të. Kemi trajtuar gjithashtu në kuadrin e periudhave të përgatitjes elitare se cili është slogani i ignorancës në periudhën e përgatitjes ne dhe ku qëndron defekti i tij. Kemi trajtuar gjithashtu se ku qëndron përshtyllimi në cilin kanë rënë ato që e mendojnë bashkëpunimin si pasim të verbër. Kemi trajtuar se a është pozitiv apo negativ fakti që njeriu duhet të ndihet i mangët ose i nevojshëm për të tjerët, apo thënë ndryshe i mangët pa të tjerët. Kemi trajtuar gjithashtu se cila është periudha e 4 e përgatitjes drejt suksesit dhe ç'përbën ajo. Kemi trajtuar se ku qëndron rësia apo sekreti i periudhës së 4 asaj të mbështetjes totale të krijuesi i lartësuar. Më pas kemi vijuar në trajtimin e industrisë së suksesit pikërisht me përgatitjen për startim dhe kemi treguar se si në realitet për të qenë prej atyre njerëzve që startin do ta kenë të fuqishëm dhe do të vazhdojnë të jenë të fuqishëm në rrugën e tyre drejt suksesit, kemi trajtuar se duhet të posedojmë zakonet e njerëzve të suksesshëm. Dhe kemi thënë se njerëzit e suksesshëm katër kanë zakonet e tyre kryesor. Zakoni i parë është zakoni i njohurisë, zakoni i dytë është ai i aftësisë, janë njerëz të aftë, dhe kjo aftësi tek ata ka ardhur si pasojë pikë së pare një teknike të shëndoshtë të menduarit, së dyti e një teknike të dëgjuarit të zërit të arsyes dhe së treti të një teknike të fantazuarit novator. Pra janë njerëz të cilët kanë fantazi. Më tej kemi kaluar tek zakoni i tretë i njerëzve të suksesshëm, ai i dëshirës së zjarrt. Dhe kemi thënë që dëshirën e zjarrt do të adhurojnë 2 dhuntie. Dhuntia e parë ajo e vullnetit sovran dhe dhuntia e dytë ajo e vetë kosciencës apo ndërgjegjësimit. Ndërsa zakoni i katërt i njerëzve të suksesshëm është ai i bindjes dhe i intelektit. Pastaj kemi vijuar së bashku me dokumentat e ngjitjes drejt suksesit. Kemi thënë se si për të ngjitur në altaret e suksesit duhet që ne të udhtojmë përmes një avioni. Dhe ky avion quhet avioni i suksesit. Por që të ngjitesh në këtë avion pra, në këtë aeroplan, që të jesh pjesë e këtij udhëtimi apo të kesh mundësinë e këtij udhëtimi duhet poseduar disa dokumente shumë të rëndësishëm. Dokumenti i parë i rëndësishëm për cilin edhe kemi folur tani më në të premten e kaluar është ai i sinqeritetit. Dhe kemi treguar se si me sinqeritet këtu nënkuptojmë vlerësinë, ndeshmërinë, çiltërsinë, vërtetësinë. Duhet pra që thjeshtësia e sinqeritetit të jetë thjeshtësia përmes së cilës ne e shohim çdo gjë në jetën tonë. Kemi thënë se për të arritur tek sinqeriteti duhet posedojmë një peshë të sinqeritetit. Atë të sinqeritetit me Allahun, atë të sinqeritetit në atë çfarë synojmë, atë të sinqeritetit në dashamirësinë tonë për njerëzit dhe atë të sinqeritetit të orientimit të njerëzve dhe së fundi sinqeritetin në vlerat dhe principet që ne mbartim.
Ndërsa sot në bisedën e sotme do të trajtojmë dokumentin e dytë të cilit duhet ta posedojmë për të qenë prej atyre që u mundsohet udhëtimi përmes avionit, përmes fluturimit drejt suksesit. Dhe ky dokument i dytë është pikërisht dokumenti i ekuilibrit të kërkuar, pra të qenurit i ekuilibruar në jetën tënde drejt suksesit. Do të flasim pikërisht në lidhje me këtë çështje pas kësaj shkëputje relaksuese enkas për ty, dëgjues i nderuar. Jemi kthyer sërish dëgjues i nderuar dhe po trajtojmë së bashku çështjen e industrisë së suksesit. Për të qenë prej njerëzve të suksesshëm, lypet për qëndrim, lypet që jo thjesht të dëgjohen këto biseda, por këto biseda të analizohen, këto biseda të veprohet me ta ashtu siç vepron bleta, të merret nektari i tyre, të thithet dhe të produktohet dhe të vihet në punë me qëllim që të jap rendiment. Tani po vijojmë së bashku të trajtojmë pikërisht një dokument shumë të domosdoshëm pas atij të sinqeritetit dhe të nderit, për të pasur mundësi dhe leje që të udhtojmë në udhtimin ton drejt suksesit. Dokumenti i dytë quhet dokumenti i ekuilibrit të duhur. Një gabim pra vërtet i madh është të sistemosh jetën për qark teje dhe t'ia dorëzosh rrëmujës zemrën tënde. Siç thot pikërisht psikologu i nderuar musliman Mustafa Sadiq Rafiu. E pra një jetë e ekuilibruar nuk është kurse si jetë e denjë. Do të gjejmë se vetë sistemi i universit që të ketë mundësi që të vijojë më tej dhe që të ketë patur mundësi që ai të vijojë ashtu siç duhet për këtë moshë që presupozohet që është qindra miliarda vjeçare, i është dashur patjetër sistemit të këtij universi ekuilibri. Përndryshe, qoftë teprit, qoftë mangësitë në komponentët apo ligjësitë e këtij universi janë me pasojë tepër serioze për jetën. Ekuilibri brendshëm i njerëzit influencon dhe influencohet shumë nga ai i jashtëm, e që të dy së bashku me kah brenda jashtë, nëse nuk mirën në konsiderat ekuilibri brendshëm i njerëzit dhe ai i jashtëm i tij, do të ndikojnë shumë në brejtjen e personalitetit të njerëzit deri në rrëzimin dhe rënimin e njerëzit. Kemi zgjedhur që për ta bërë sa më të qartë kuptimin e rëndësisë së ekuilibrit, të vijojmë dhe të trajtojmë një histori apo një proverb dhe fabul shumë të bukur i cili bën fjalë për historinë e një bujku të varfër. Në fabulën tonë thuhet se një bujk i varfër, një ditë prej ditësh gjen që pata e tij shtëpiake i kishte bërë një vezë floriri. Mendoi se mos kishte të bënte me një fanitje dhe bëri që ta hidhte, por ndërkaq mendoi ta dërgonte tek argjendari. U surprizua kur mori vesh se veza ishte vërtet prej floriri, dhe jo thjesht floriri, por një floriri të kulluar. Dyshues në vetvete këmbët e çuan atë në shtëpi, gjithsesi dita në fjalë kaloi. Dita e dytë e bëri edhe më dyshues kur gjeti që çështja të përsëritej. Kështu vijoi puna në ditët në vijim, mëngjesin e cilave ai me zor e priste që të shkonte tek ferma ku gjente vezën e Florint. Shumë shpejt ai u bë i pasur, por me shtimin e kapitalit, atij i shtohet edhe tamahqarllëku, por se i bie durimi. Erdhi puna që nuk po e mbante veten të priste ditë pas dite që të përftonte vezën e artë. Prandaj, duke menduar se vezët të tëra ishin brenda patës, vendosi ta therr patën që t'ia marrë vezët një herazi dhe kështu bëri në realitet. Ja hapi barkun patës, por se atë e gjeti bosh. Përfundimisht, pata iku dhe bashkë me të iku edhe floriri. Përmes sa historie, duam që të përcjellim efektivitetin real. Se kur njeriu do të ketë një efektivitet real dhe të drejtë. Në shembullin ton, produkti nënkuptohet përmes floririt dhe aftësia produktuese përmes patës. E pra efektiviteti real apo i vërtet përmbushet përmes vendosjes së një ekuilibri apo baraspeshe midis produktit dhe aftësisë produktuese. Njeriu në jetën e kësaj bote ka një sër rolesh dhe është pikërisht ekuilibri i tij në këtë role, ai që produkton lumturinë e brendshme dhe qetësinë. Depresionet dhe streset më të mëdha i ndodhin njeriu kur ai është i suksesshëm në një pozicion apo rol, por se është i dështuar në një tjetër. Pra atëherë kur ai humbet ekuilibrin dhe kontrollin. Shembulli në vijim do të na trajtojë në atë rëndësinë e madhe të ekuilibrit. Ky shembull titullohet A do të fitosh $1 milion? Në këtë shembull,
Bëhet fjalë për një person I cili u bëri të ditur kolegëve dhe njerëzve të tij të afërm se në vitin e ardhshëm ai kishte në plan të fitonte plot $1 milion. Personi në fjalë ishte nga kapitalistët ideator dhe risibërës, që besojnë në proverbin që thotë më jep një ide të mirë dhe unë të jap plot $1 milion. E pra personazhi ynë punoi shumë për hapjen, regjistrimin dhe instalimin në një sër zonash të një biznesi që kishte të bënte me fitnessin, pra një palestër, dhe shpesh merrte me vete për një periudhë një javore një nga fëmijët e tij, gjë për të cilën e shoqja ishte ankuar, duke qenë se fëmijët pas kthimit për udhëtimit plagështoheshin në mësime dhe në detyrat e shkollës. Erdhi fundi i vitit dhe ky person deklaroi se në fakt e kishte realizuar synimin e tij dhe kishte fituar $1 milion. Porse nuk kaloi shumë dhe lidhja e tij martësore pësoi divorc. Më tej, 2 nga fëmijët e tij bëhen narkoman droge, teksa I treti e braktisi baban e tij për fare. Shkurt, familja e tij u shpërbë. Shikoni se si ekuilibri, pra mungesa e ekuilibrit, I kushtoi atij më shtrenjtë se milionat që ai fitoi. Konkluzioni është se ne, kur të ndohemi në përmbushje të një objektivi të vetëm, bëhemi krejt si ai kali I karrocës, më falni për shprehjen, të cilin pengesa që ka në sy e bën që të shoh vetëm rripin e ngushtë ku ec, ose shndërrohemi në vandal në përmbushje të ambicieve tona. Një rregull I artë që na mundson që ne të jemi prej të ekuilibruar, prej njerëzve të ekuilibruar, është që të mësojmë të themi jo. E pra, ky rregull thotë, mëso të thuash jo. Të jesh gjithmonë në një aktivitet të pandërprer nuk do të thotë të jesh super produktiv, pasi dendur ndodh që ky preokupim I pandërprer të jetë në kurrizë të një roli, funksioni apo detyre tjetër. Të përgjigjurit e përhershëm dhe menjëhershëm çdo ftesë dhe ftuesi, çdo aktiviteti dhe aktivisti, çdo preokupimi dhe preokupuesi, lind atë që quhet narkomania e të qenurit njeri ekspres, apo thëndryshe njeri urgjencave dhe nxitimit, gjë që nga ana e saj sjell apo pjell ndjesinë e produktivitetit të rrem, ashtu që teksa realizon një gjë, të mbeten pa ngopur sa e sa nevoja dhe gjëra të tjera. E pra që të kompletohesh në rolet dhe funksionet të tua, duhet ta mësosh fjalën jo. Porse, këtë fjalë ta themi me edukat dhe me modesti. E tillë gjë do të jap mundësi të realizosh atë që ti vetë dëshiron dhe jo atë që të tjerët dëshirojnë. Kjo jo në fakt pasohet me një po vërtet të madhe kundrejt ngopjes së roleve të tua, duke të kthyer kështu buzëqeshje në jetë dhe kursyer shumë kohë dhe përpjekje në të ardhmen. Një çështje shumë e rëndësishme që na ndihmon që ne të jemi prej njerëzve të ekuilibruar dhe kështu të posedojmë këtë dokument të domosdoshëm për të qenë prej atyre që do të kenë mundësi të udhtojnë drejt suksesit, është edhe këshilla e cila thotë rishikoje trajtën e devizës, e motos, e misionit tënd. Kështu pra rolet tona burojnë nga deviza apo misioni që I kemi vënë ne vetes në jetë, teksa në krahun tjetër misioni nga ana e tij buron nga ndërgjegja, jo nga nevoja emergjente dhe as nga kundërveprimi apo refleksi. Lidhja e çelikt në fjalë, pra e rolit me misionin, sepse siç tham, rolet burojnë nga misioni. Pra lidhja e çelikt e rolit me misionin pikë së pari, dhe pastaj e misionit me ndërgjegjen, sepse tham që ti jesh njeri misionar, që ti jesh njeri I cili ka një mision të caktuar, këtë do ta bësh vetëm nëse ndërgjegjësohesh për një gjë të tillë. Pra pikërisht lidhja e çelikt në fjalë, pra e rolit me misionin dhe e misionit me ndërgjegjen, I jep roleve tona efektivitetin dhe ekuilibrin e shumë kërkuar. Shohim për shembull në këtë kontekst prindërit se sikur e ndjejnë rolin e tyre dhe ndërgjegjësohen mbi kontributin e tyre për zhvillimin dhe progresin e brezave të rinj, pikërisht në këtë moment vjen në lëvizje me energji të lartë dhe iniciativë të plotë, duke qenë forcë transformuese e jo thjesht përcjellëse dhe bartëse. E pra pa një mision në jetë që posedon një vizion përfshirës, njeriu nuk do arrijë ta kryejë me efikasitet rolin e tij. Për të mbetur kështu në margjinat apo thënë ndryshe në stolin rezerv të jetës, gjë që I shton atij dhimbjet dhe plagët, pasi që e tillë gjë vijon ta imponojë njeriu të punojë dhe jetojë në kundërshtim me synimet dhe dëshirat e tij, të punojë dhe ec pa patur një vizion të plotë për rrugën ku po ec dhe destinacionin drejt të cilit ai po shkon. Në të tillë situatë, ata që nuk e komandojnë dhe drejtojnë vetveten do të jenë prej të tillëve, pra do të jenë njerëz të komanduar nga të tjerët. Kurse nga ana e tyre do të zhyten në role tepricore dhe margjinore, që nuk do e pasurojnë këtë person me ndonjë vlerë të re dhe që do e largojnë gjithmonë më tepër nga të qenurit vetvetja. Vëmendje,
Përcaktimi i qartë i kompleksit të roleve dhe funksioneve tona është ai që do garantoj për ne ekuilibrin. E pra që të përcaktosh kompleksin e roleve tua jetike, starto duke pasur parasysh këto dy gjëra. Së pari, duke vendosur një kontakt të brendshëm solid me vetveten dhe ndërgjegjjen tënde. Pra që misionet e tua, rolet e tua, arritjet e tua të e burojnë nga ndërgjegjja dhe të jesh tepër i ndërgjegjësuar për to. Kurse së dyti, duke ristrukturuar sakt trajtën e misionit tënd në jetë, pra atë kompleksitetin e roleve të tua në përmbushje të misionit të cilin ti ke vendosur që për të pra ti të jetosh dhe ta vësh në shërbim jetën tënde për përmbushjen e këtij misioni. Në fakt, njerëzit në rrugën drejt arritjes së misionit kanë nxjerrur disa receta të shpejta. Për fat keq ka prej tyre që e pretendojnë vetveten edhe si novator të mendimit, edhe si risisjellës. Ata në përmbushje të misioneve tona na japin receta të shpejta. Dhe kjo ndodh si rezultati i çekuilibrit, sepse njerëzve si rezultati i çekuilibrit u ndodhin shumë probleme kronike dhe kriza që kërcënojnë seriozisht qenien e tyre. E në një situatë të tillë, kërkohet për një rrugë të shkurtër apo thënë ndryshe si quhet sot, recetë të shpejtë, që presupozohet se do sjell rrugdaljen dhe tejkalimin e shpejtë të problemit, duke kursyer kështu pra kohë dhe mund. Kështu në efektin e shtimit të dhimbjeve, personi kërkon arratinë e shpejtë nga halli dhe situata e keqe ku ka rënë, duke i pritur me dëshirë të madhe ata njerëz të cilët i servirin atij pikërisht të ashtu quajturat recetat e shpejta për të dalë nga situatat e vështira dhe për të bërë prej njerëzve të cilët do të arrijnë tek suksesi. Nga vetë përshkrimi në fjalë kuptohet se receta e shpejtë nuk është vetëm se një qetësues për simptomat, por jo ilaç për problemin. Receta e shpejtë jo vetëm që nuk të nxjerr nga problemi, por se përkundrazi i thërmon dhe shpërbën përpjekjet, gjë që shpije në shtimin, jo zgjidhjen e problemit. Problemi në fakt, siç e ka thënë vet Einsteini, qëndron tek metoda me të cilën ne e shohim problemin. Suksesi i shekullit 21 thotë: recetat e shpejta nuk ekzistojnë. Përkundrazi, ato që ekzistojnë janë recetat e thella që burojnë nga mirë planifikimi, maturia, meditimi dhe durimi. Vetëm përmes tyre do shpëtojmë me lejen e Zotit nga narkomania dhe kronikshmëria e problemeve të emergjencës dhe nxitimit. Albert Einstein thotë: zgjidhja e problemeve të mëdha me të cilat ne përballemi nuk mund të bëhet me të njëjtin standard të menduari që çojnë në linjën e vetë këtyre problemeve. Problemi i masës dërmuese të njerëzve është se ata synojnë të arrijnë rezultatet pa u epiqendruar tek vatra burimore e këtyre rezultateve. Një njeri që dëshiron që njerëzit ta trajtojnë me respekt dhe besueshmëri, është koshient mbi ligjin e reciprocitetit, ndaj dhe nuk i trajton njerëzit me mendjematësi dhe bashkëpunim të mbushur me luhatje, dyshim dhe paragjykim. Në fakt, kjo që tham ishte shpjegimi i thënies së Einsteinit se zgjidhja e problemeve të mëdha me të cilat ne përballemi nuk mund të bëhet me të njëjtin standard të menduari që çojnë në linjën e vet këtyre problemeve. Nga krau tjetër në kompletimin e kësaj domethënie, Einsteini shprehet për mendjelehtësinë apo mund t'i thuash ndryshe edhe naivitetin, apo edhe marrëzinë, duke thënë se naiviteti është që të bësh të njëjtën gjë në të njëjtën mënyrë e të presësh rezultate të ndryshme. E pra mendjelehtësia sipas Einsteinit apo naiviteti, në dash thuaj edhe marrëzia, bën fole tek ai person që vuan nga relatat apo lidhjet e brejtura, që është privuar nga dashuria dhe buzëqeshja, që nuk ndërvepron me të tjerët përmes sjelljeve pozitive dhe që pas këtaj pret që relatat e tij me të tjerët të përforcohen. Në fakt, për të arritur tek suksesi dhe ekuilibri, kemi nevojë për standardin e ri të mendimit. Metodologjinë e re kuftojnë sot të gjithë studiosit bashkëkohor të suksesit. Në fakt, kjo metodologji e re është njëkohësisht 1400 vjet e hershme, sepse për të ka folur vetë Kurani famulart, vetë revelata hyjnore islame, ku Allahu i lartësuar na flet ekskluzivisht për këtë standardin e ri të mendimit, duke thënë: Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa të ndryshojnë vetvetet e tyre. Pra, standardi i ri i mendimit është që ndryshimi fillon nga vetvetja. Problemet kronike dhe mjerimi që kanë zënë vend në shpirtat e shumë njerëzve nuk kanë ardhur në një paradite apo mbrëmje të vetme. Si do arrijë ta mirë orientojë fëmijën e tij adoleshent, një baba që mendon se pikërisht ky fëmijë është shkaku i dhimbjeve dhe vuajtjeve të tij? Në krahun tjetër, si do arrijë ta drejtojë kompaninë e tij një drejtor i cili mendon se mjerimi i kompanisë së tij është për arsye të punonjësve të vet?
E pra duhet ndryshuar aksi ynë të menduarit. Duhet centruar këndvështrimi ynë duke patur për bosht vetveten ton, brendin ton, gjë që më bën të shoh se problemet e djalit tim adoleshent janë shansi im për t'u afruar dhe jo një problem. Pra janë shansi im për t'u afruar me fëmijën tim, edhe më shumë, dhe për të dëgjuar atë çfarë ai blua në vetvete. Dhe si rezultat, fëmijën adoleshent do e bëj më pranues për të jatin, teksa punonjësin do ta bëj më aktiv dhe më energjik. Të pamurit e embrionit të problemit tek vetja jon, të filluarit e trajtimit të problemit nga brendia jon, na bën ta shohim ndryshe problemin. Pohimi dhe pranimi se pikë së pari mangësia, lëshimi dhe gabimi buron nga ne, jo nga të tjerët, është një pohim i thellë dhe jo formal, që na bën të transformojmë lidhjet tona nga të brejtura dhe të ngrira në lidhje të forta dhe të mbrojtura me dashuri, besueshmëri, afrimitet, duke na bërë kështu që problemet tek ne të veniten. Ekuilibri është pista e ngjitjes drejt suksesit të shekullit 21, teksa rolet që ne luajmë janë fluturimet tona drejt suksesit që e bazojnë suksesin e tyre pikërisht në startimin nga kjo pistë. Ekuilibri në zgjidhjen e problemeve e bën ngaruesi në garën e suksesit efektiv dhe produktiv, si dhe i dhuron atij preje, qetësi dhe një vëmendje dhe ndërgjegje të relaksuar. Mëtej dëgjuesi nderuar, pasi bën fjalë për këtë dokument të dytë pas ndershmërisë dhe sinqeritetit, dokumentin e ekuilibrit që do të na mundsojnë që të kemi mundësi të udhtojmë drejt suksesit, do të vijojmë mëtej pas këtij relaksimi enkas për ty dëgjues i nderuar, lidhur me parathënien që do të trajtojmë për herën e ardhshme dhe gjithashtu për mësimet bazë të cilat ne mësuam nga dita e bisedës së sotshme. Pas saj shkëputje relaksuese enkas për ty dëgjues i nderuar, kthehemi sërish. Po flasim pikërisht për parathënien për herën e ardhshme. Do trajtojmë në herën e ardhshme në vijshmëri të dokumentave të domosdoshme që duhet që të posedojmë për të na mundsuar që të bëhemi pjesë e udhëtimit drejt suksesit, përveç dy trajtesave që trajtuam, dy dokumentave që cekëm, atë të ndershmërisë apo sinqeritetit dhe atë të ekuilibrit, do na duhet domosdoshmërisht në rrugën tonë drejt suksesit, që të kemi mundësi që të na lejohet udhëtimi drejt suksesit për dokumentin e tretë, i cili e ka emrin dokumenti i mbjelljes së principeve të sakta, apo thënë ndryshe, principeve të shëndosha. Shpreha e cila na tregon qartë lidhur me këtë fakt është shpreha e famshme apo proverbi i famshëm popullor kinez, i cili thotë se mendjet e vogla diskutojnë individët, mendjet mesatare diskutojnë çështjet, ndërsa mendjet e mëdha diskutojnë principet. Pra dëgjuesi i nderuar, në daç të kuptosh se me çfarë njeriu ke të bësh, shikoje njeriu me të cilin po dialogon me dikë tjetër apo po trajton një trajtes, se për çfarë flet ky njeri. Në qoftë se ai flet dhe diskuton për emra të përveçëm, dije se ky njeri bart në vetveten e tij një mendje të vogël dhe kujdes t'i bëjmë apel vetvetes që në rastet kur ne shumicën e jetës sonë, shumicën e arritjeve tona, shumicën e koncepteve tona, shumicën e thënë ndryshe atyre gjërave që duam të arrijmë në jetën tonë, e bazojmë tek emra të përveçëm, do të jemi prej njerëzve për fat keq me mendje të vogël. Në krahun tjetër, mendja mesatare është mendja e cila diskuton çështje të caktuara, jo emra, por çështje. Pra, tematika të caktuara. Por se edhe kjo s'mjafton, për të qenë prej mendjeve të mëdha, duhet të diskutojmë principe, duhet të diskutojmë parime të shëndosha, dhe janë këto parime ato të cilat në fakt do të na bëjnë më pas që të formulojmë çështjet tona dhe të formulojmë personalitetin dhe individualitetin ton. Kështu pra, principet dhe vlerat janë dielli që ndriçon të gjitha anët e unit, përmes lëshimit të rrezeve të tij dritmbartëse, ngrohëse dhe jetëdhënëse. Vlera e madhe strategëve qëndron pikërisht në faktin se ata pikë së pari i mbollën vlerat dhe principet e sakta në vetvetet e tyre dhe më pas i mbollën ato edhe tek njerëzit e tjerë. Pikërisht për këtë çështje do të flasim në herën e ardhshme, ndërkaq na lejoni që të përcjellim disa mësime dhe detyra të cilët ne i fituam nga biseda e ditës,
Trajtuam dhe mësuam se cilët janë konceptet që nxirren nga historia e bujkut të varfër. Trajtuam se si përmbushet efektiviteti real. Trajtuam se cili është konkluzioni i historisë së personit që fitoi $1 milion. Trajtuam se ku qëndron urtësia në këshillën, mëso të thuash jo. Trajtuam se ç'nën kupton rishikimi i trajtës apo brumit të devizës tonë. Trajtuam gjithashtu se si arrihet përcaktimi i kompleksit të roleve jetike të njeriut. Trajtuam se si bie njeriu në hilen e recetës së shpejtë. Trajtuam se sa rendim ne drejt suksesit përmes faktit se a jemi ne prej njerëzve që veprojnë në bazë të recetave të shpejta apo në bazë të recetave të thella, të recetave afatgjata, dhe pikërisht këtu do të gjendet edhe fakti se sa rendiment do të kemi ne në jetën tonë. E pra treguam në këtë formë se sa rendiment jep receta e shpejtë. Trajtuam gjithashtu se cili konsiderohet problemi më i madh gjatë zgjidhjes së një problemi. Trajtuam gjithashtu në bisedën e ditës se cili është rekomandimi i Einsteinit lidhur me zgjidhjen e problemit. Trajtuam se si e përkufizon Einsteini mendjeletësinë apo thënë ndryshe naivitetin, marrëzinë. Trajtuam se cili është standardi i ri bashkëkohor i mendimit dhe a është folur mbi të nga revelata hyjnore. Trajtuam se ku qëndron avantazhi i mendësisë se ndryshimi fillon nga vetvetja. Trajtuam se ku qëndron rëndësia e ekuilibrit. Të ftojmë sërish që të përfitojmë së bashku nga këto trajtesa të cilat gjenden në një konfigurim tekstual në adresën time në Facebook Altin Torba, në shënimet e mia ku janë cekur materiale të cilët trajtojnë industrinë e suksesit. Gjithashtu mund të korespondojmë së bashku përmes emailit tim personal alapto@yahoo.com. Folëm deri tani pikërisht në lidhje me suksesin. Folëm deri tani për gjëra të domosdoshme që na mundsojnë të jemi prej personazheve të triumfit dhe suksesit. Këtu kemi përfunduar së bashku këtë pjesë programi të programeve tona Industria e Suksesit. Ju ftojmë që të na bashkangjiteni sërish dhe deri atëherë mirë u dëgjofshim.